إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jall falenderojmë, për Tij ndihmë dhe falë kërkojmë, dëshmojmë dhe deklarojmë si çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet pas Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut, dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, kur frin era e fortë dhe bjerë shiu i fuqishëm dhe qielli të rohet për një herë pa pritmas, nuk e shtyn besimtarin që ketë ta shet një dukuri natyrore thjesht dhe vetëm, e as që besimtari ketë e sheh me syrin e meteorologut, po mundohet ta shoh dhe ta lexon me syrin e imanit, me syrin e besimit. Besimtari beson fuqishëm se shiu, era, bubullima dhe të tjerat janë krijesa dhe shenjat e Allahut Azza wa Jall dhe i drejton Allahu ata në bazë të urësisë së Tij dhe fuqisë së Tij. Andaj kur do Allahu Azza wa Jall këta i lëshon dhe i dërgon si mëshirë për njerëzit, po kur don Allahu Azza wa Jall i dërgon edhe si paralajmërim dhe këshill për njerëzit. Tha Allahu në Kur'an: وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, dhe në shenjat tona i dërgojmë tek njerëzit për t'i friksu ata, ose për t'i zgju ata nga gafleti që i ka kaplu. O vëllezër, njeriu sot është bërë shumë mendje madh. Mendon se është rregullu jeta e tij, është duke ecë mirë jeta e tij, pse ka përparu dunjaja dhe bota. Mendon që krejt bota dhe jeta e tij është nën kontrollin e tij, mirë po vin pak sekunda dhe pak minuta, një erë fort me tregu se sa i dobët që jeti si krijesë, dhe sa e pafuqishme jeti si krijesë. Se wama qadarullaha haqqa qadrih. Tha Allahu në Kur'an: ju nuk e madhroni Allahun Azza wa Jall ashtu siç duhet. Nuk e dini ju madhështinë e Allahut dhe fuqinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe nuk e vlerësoni ashtu siç duhet. O vëllezër, në tilla raste pejgamberi alayhi salatu wassalam është friksu, dhe nuk është trimni me thonë që nuk tutna, bile përkundrazi shenjë e imanit është më tu dhe më friksu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur është friksu, frika e tij në këto raste ka qenë frikë e dëshpërimit, nuk ka qenë kështu. Pra nuk ka qenë frikë e dëshpërimit, po ka qenë frikë se ka njohur madhështinë e Allahut xhalla xhelalu. O vëllezër, nëse ka pas dikush në dunjë që u ka dashur me një veten sigurt nga dënimi i Allahut, ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Megjithatë, tregon Aisha radiallahu anha se thot kur i ka pa pejgamberi alayhi salatu wassalam rrejt edhe erën, është friksu dhe i është ndru ftyra e tij. Dhe kur e kanë vetë Aisha radiallahu anha për arsyen, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ja Aisha, ma yu'minuni an yakuna fiha adhab wa laqad udhiba qaumun min qabl. Thot: o Aisha, çka më garanton mua që nuk është dënim, azab, ndërkohë që Allahu Azza wa Jall ka dënu popull me erëna. Allahu Azza wa Jall i shkatroi disa popull, o vëllezër, me diçka që ne e quajmë dukuri ose fenomen natyror, mi po për ta ka qenë dënim. Populli Adit u dënu me erë të fortë, populli Nuhit me ujë, populli Lutit alayhi salam me gur, Firauni me det. Çaj det që ishte shpëtim për Musaun alayhi salam u bë dënim për Firaunin. Çaj det që u qa dhe u bë rrugë shpëtimi për Musaun alayhi salam dhe parin e tij. Çaj njëjta rrugë u bë dënim për Firaunin dhe parin e tij. Andaj besimtari o vëllezër, kur friksohet nga shiu dhe nga erna dhe këto tjerat,
Nuk friksohet vetvetiu nga era dhe nga vetvetiu nga shiu, jo, po friksohet nga zemërimi i atij që i urdhon këto. Mos vallallash zemru me neve dhe po don me na dënu. Andaj përfund o vëllezër, stuhia kaloi dhe erdhën të pushun. Amo një pyetje vazhdon me mbet, e që është zemrat tona kanë ndryshu. Ai vinë dhe shkojnë shenjat e Allahut. Mi po nëse ne vazhdojmë më mëkatet që kemi pas më herët, kjo tregon që mesazhin se kemi marr. O vëllezër, nga stuhi dhe nga erdhnat e ndryshme dhe nga shiu i madh i rrëmbishëm, mundesh me gjetë një strej dhe me shpëtu. Ama nga dënimi i Allahut çka të shpëton? Nuk të shpëton diçka vetë se pendimit dhe kthimit te vetë Allahu Azza wa Jall, sepse është Allahu ai që na ka thirr. Dhe me këtë ajet po përfundoj ku ka thonë Allahu në Kur'an, "Fa firru ila Allah." Ikni ju te Allahu Azza wa Jall. Sepse nuk ka mundësi ti me ik nga dënimi i Allahut vetë se te Allahu. Nuk ka mundësi me shpëtu nga dënimi i Allahut vetë se më kthim me betim te Allahu subhanahu wa taala. Andaj lutim Allahun xhalla xhelalu të na falë, të na mëshiron. Dhe nga dënimi i tij në dunja dhe në ahiret të na shpëton. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.